momentin kur në shtëpi vendoset kënga e Luizellit, merr vëmendje dhe reagim të Gjestit, ja çfarë bën ai në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Këtë sezon duket se ka një lojtar i cili ka marrë vëmendjen e publikut dhe shihet fituesi pa diskutueshëm, e ky është Gjesti. Ndryshe nga edicionet e tjera, Gjesti po krahasohet vetëm me Luizellin, teksa fansat në rrjet po shohin popularitetin e tij si dhe lojën e fortë brenda shtëpisë, si të krahasueshme me Luizin, e disa të tjerë thonë se ishte vetëm një kopje shëmtuar dhe nuk i afrohet as te këmbët Luizit. Luizi, i cili nga jashtë asnjëherë nuk ka dashur që direkt ta komentojë lojën e Gjestit, por së fundmi teksa Gjesti vishej me maskotën e një zogu pule, ishte Luizi i cili e ironizoi indirekt duke vënë disa kukulla zogj me kurdisje të vajzës së saj në story. Duket se ai nuk e ka qef shumë lojën e Gjestit, i cili përkundrazi e ka vlerësuar dhe vazhdon ta vlerësojë brenda shtëpisë, teksa brenda shtëpisë shpesh vendoset muzikë për t'i dhënë atmosferë më shumë gjallëri e pozitivitet. Duket se ka vendosur së fundmi këngën Më fal të Luizellit, fituesi të Big Brother VIP Albania 2. Një moment melodia e tij vazhdoi të gjojë në sfond, teksa Gjesti ka reaguar me njëherë me entuziazëm, ka bërtitur e ka nisur të bëjë gjimnastik, teksa ka shijuar këngën e Luizellit duke u drejtuar. Kingi për Luizin, ndërkaq fansat kanë kapur një moment tjetër teksa një dron ka ardhur duke i treguar një informacion nga jashtë, ku Gjestit ju tregua se kishte arritur në 500.000 followers në Instagram dhe në 9 miliard hashtagje në TikTok. Gjesti tha se këto janë rekordet e tij duke kënduar këngën Number 1 të Noizit. Mirë po fansat kanë bërë me dije se vendin e parë për hashtagën e TikTok e mban Luizelli me 19 miliard hashtagje, më shumë se 2 fishin e tij, e duke theksuar se ai ka marrë pjesë vetëm në një Big Brother, ndryshe nga Gjesti.